Se në salë jeni 113 veta dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur të zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 19, 23, 25, 27 dhe 29 prill 2025, kandidatja për kryetarit të kuvendit deputeti Albulena Haxhiu e propozuar nga subjekti lëvizjeve vendosje nuk I mori votat e nevojshme. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5 dhe 7 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimmarrje, andaj ftoj subjektet që nuk kanë propozuar kandidatët e tyre për komisionin zgjedhor për komisionin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ftoj PDK-n që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Faleminderit shumë zoti Dehari. Dola këtu për të thënë që mundesh me na thirrë edhe 48 herë, çdo 48 orë. Ju lutem nëse keni propozim, me kërkuar përndryshe ndalet regjia ndal mikrofonin vetëm nëse ka propozim, por nuk ka diskutime. Ftoj listën sërbe që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Ftoj AK-n dhe Nismën që ta propozoj kandidatin e vet për antar të komisionit. Deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Republikës Kosovës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 56 deputet, një ka qenë kundër. Nuk kemi quorum, shihemi përsëri me 11 maj në orën 10. Të nderuar qytetarë, sot janë bërë 3 muaj prej kur I kemi mbajt zgjedhjet parlamentare në vendin tonë dhe po bëhen 3 muaj prej kur verdikti qytetarëve të vendit tonë është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje
e cila erdhi dhe sot për të 13 herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundsoi konstruimin e Kuvendit Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe një herë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin tonë të konfirmuar so herë për insistimin që të dalim nga blokada që na ka sjell partia e parë dhe të zgjedhim kryesinë e Kuvendit, duke përfshirë kryetarin e Kuvendit përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave, sepse zona Agjiu tashmë 13 herë po dihet që as nuk i ka e as nuk do të ketë votat për kryetarin e Kuvendit. Më vjen keq për qytetarët vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me votë lirë para 3 muajsh e që nëse e thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që i ka thënë secilës parti që nuk mundi me qeveris vetë, që sundimin i partia ka marrë fund, e që duhet ketë kompromis e duhet ketë diskutim e bashkëpunim, pra nuk po respektohet si verdikt. Ne do t'jemi këtu edhe pas nesër, do t'jemi so herë që ta kemi obligim, por normalisht që do ta kemi qëndrimin e njëjtë, që ka nevojë për diskutim, ka nevojë për një rrugdalje, e rrugdalja është e qartë që duhet ndrohet kandidati, në këtë rast kandidatja, dhe të vihet me një kandidate apo kandidat që vërtet dihet që mundet me marrë shumicën e votave deputetëve. Faleminderit shumë, nëse keni pyetje, po urdhna. Nuk e kam po ende lëndën, sa po u njoftova, ju e dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë Kurti kemi dërguar 11 dhe kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga OK-ja. Po urdhna. Ne jemi këtu çdo ditë. Çdo 2 ditë në Kuvend, po çdo ditë në Kosovë. Dhe kur do që presidentja përmes mandatit saj edhe kushtetues edhe ligjor, dhe realisht mandatit vetëm legjitim që ka tash, se ne s'kemi as kryeministër as kryetar Kuvendit, ka mbet vetëm presidentja nga krerët e shtetit, unë besoj që do t'i përgjigjemi një kërkesë të tillë, kështu që nuk më takon mua që t'ja caktoj apo t'ja përcaktoj datën, po besoj që ka mjaftueshëm edhe staf kabinetin e saj që ta koordinoj ta quaj kështu një datë të përshtatshme për gjithë, por sa më herët aq më mirë, sepse ne kemi mbetur në një ngërç vërtet të tepruar tashmë. Është e 13 herë që vim këtu. A duhet më ardhë dhe 13 herë tjera në mënyrë që të ketë një rrugdalje? Shpresoj që jo, nuk do duhej as të vinte deri te kjo situatë që jemi, sepse është në dorën e lëvizjes vetëvendosur që ta zhbllokoj me propozimin e kandidaturës pranueshme. Ai tren ka ik, fatkeqësisht për qytetarët e vendit tonë, për shtetin tonë, për shkak të kryenetësisë të ish qeverisë, për shkak të kryenetësisë dhe çështjes imponuese e këtij mentaliteti të partisë së parë, ne s'po mundemi me u zhblloku, s'po mundemi me dal nga gërçi, s'po mundemi konstruu as kuvendin as qeverinë dhe normalisht që nuk do të kemi mundësi që këtë vit të pranojmë në Këshillin e Evropës, gjë që është për keqardhje. Kjo mundësi ka qenë para 2 vitesh absolutisht jo vetëm e mundshme, por ka qenë krejtësisht e realizueshme edhe në atë kohë. Përkundër ftesave që kemi bërë prej pozicionit opozitar, atëherë këta nuk i kanë ndërmarrë veprimet e duhura, kështu që po, Këshilli i Evropës besoj që për fatin tonë të keq është rasti humbur këtë vit. Shpresoj që me një qeveri tjetër, me një qeveri të re,
një qeveri që ne kemi propozuar dhe e favorizojmë nga është partitë që kanë qenë në opozit. Ne do të kishim një tjetër sukses në raport me Këshillin e Evropës, por për të arritur deri aty fillimisht duhet ta konstruojmë kuvendin, pra kthehemi prapë te hapi i parë, cili është ai ndrimi i kandidatës për kryetare. Faleminderit shumë, mirupafshim. Përshëndetje. Atëherë, zoti Dehari nuk na dha as fjalën të shprehemi në kuvend.